i funksionimit të institucioneve kushtetuese. Por ama, natyrisht do ta trajtoj gjykata, jam i bindur për këtë gjë, ftoj që ta trajtoj le të themi me efikasitet dhe pa humbur kohë për shkak të rëndësisë së ndjeshmërisë, por që debatin do ta bëjmë sepse nuk mund ta mbyllim këtë gjë. Por desha të përmend disa elemente që janë të rëndësishme për sa i përket këtij dekreti. Domethënë, e para për urgjencën. Domethënë, ende nuk janë bërë 24 orë. Para shumë, as tani domethënë që jemi në studio, nuk janë bërë tamam 24 orë nga momenti i nisjes së procedurës së zgjedhjes së presidentit të Republikës Kosovës në përputhje me nenin 82 paragrafi 1 në paragrafi 3 dhe në mëngjes papritmas domethënë ne kemi atë konferencën dhe dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Paçka se jashtë kushtetues gjithsesi. Por megjithatë duhet ta shohim edhe një perspektivë tjetër. Domethënë kur e pyetët domethënë zotin Drenori se a u befasuat, do me të drejtë pajtohem me atë që më shumë ishte pyetje për mua sa për zotin Drenori dhe po them se nuk u befasuam. Ne pam dje gjatë ditës opozitën duke e kërkuar dekretin për shpërndarjen e kuvendit, siç ishte rasti i RDK-s, ndërkohë që pam sot të tri partitë që nxituan edhe në përkrahje të dekretit, edhe në pjesëmarrjen në takimin konsultativ për datën e zgjedhjeve. Domethënë nuk është krejt nuk është që ishte krejt e pa lezuar, domethënë u paralajmëru nga LDK, ndodhi në mëngjes herën sot ende pa u bërë 24 orë. Në anën tjetër, kjo çështja e shpërndarjes së kuvendit, në fakt është çështje tashmë edhe e gjykuar nga gjykata kushtetuese në disa gjykime, edhe ka thënë në mënyrë eksplicite se çfarë nuk kupton neni 82, çfarë nuk kupton rrethonat e shpërndarjes së kuvendit dhe sidomos tek ai rasti do të thonë të kthehemi në retrospektiv të 2020-s, domethënë kur është bërë një betejë edhe politike dhe kushtetuese për sa i përket kërkesës për të shpërndarë kuvendin pas mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë Kurtini dhe perspektivës tjetër për të vazhduar me një qeveri tjetër. Në anën tjetër do ta kujtoj gjithmonë një gjë, është shumë e rëndësishme. Ne jemi sistem parlamentar. Presidenti i Republikës nuk ka asnjë ingerencë në ndërprerjen e mandatit të institucionit të kuvendit, të institucionit më të lartë. Asnjë ingerencë nuk e ka në kuptimin asnjë kompetencë, asnjë autorizim që nga pozicioni i saj ose i tij të ndërprej mandatin e kuvendit të Kosovës. Kuvendi nuk i jep llogari as qeverisë, as presidentit të Republikës. Kuvendi mund të ndërprej mandatin vetes. Madje janë veprimet e kuvendit që janë